Njëri prej mbrojtësve më të mirë të Tërnocit është Zeqeria Iseni, të cilin të gjithë e kanë njohur dhe e njohin si Xiki. Ai ka qenë një mbrojtës i pakalueshëm për kundërshtarin, i fortë në duele dhe i përpikt në detyrat ofanzive. Xiki ishte shumë shpesh i caktuar për të ndalur sulmuesin më të rrezikshëm të skuadrës kundërshtare, gjë të cilën e bënte shkëlqyeshëm. Prania e tij në fushë i jepte siguri trajnerit dhe ekipit. Ai ka filluar të luajë si 16 vjeçar me gjeneratën e parë të klubit futbollistik Tërnoci, të themeluar në vitin 1976 dhe ka vazhduar për 5 vite me radhë me gjeneratën e dytë pas riaktivizimit në vitin 1982. Si shumë futbollistë të tjerë të asaj kohe ka sakrifikuar shumë për klubin, kështu që edhe ka refuzuar ofertat e klubeve më të mëdha të rajonit për të mos lënë klubin e tij të zemrës. Shikues të nderuar, përshëndetje. Në emisionin e sotëm Fokus kemi mysafir Zeqeria Isenin, të gjithë e njohin si Xiki, ish mbrojtës i Tërnocit, i cili ka luajtur pra edhe në gjeneratën e parë, pra edhe në gjeneratën e dytë, në gjeneratën e artë të Tërnocit. Zotri Iseni, keni filluar si 16 vjeçar të luani për Tërnocin, a mund të na thoni si ka qenë atë këto fillimet e para? Dhe sa ka qenë interesimi i të rinjve për të luajtur në këtë klub, po sa formuar? Viteve 70 interesimi i rinisë ka qenë shumë i madh sa i përket futbollit. Prej atyve kam qenë edhe unë. Kam filluar si 16 vjeçar për erën e parë me lujt për ekipin e Tërnocit, edhe me gjithë se mosha së më lejojke, aftësitë e klubit e trenerit ma patën mundësu me debitu për klubin e Tërnocit, cili perioda e pare e klubit nuk na zgjati shumë, mas pak kohë u shu klubi, po mirë gjatë pauzës që 4 vjeçare, ne me gjithate pat me vazhdu kontributin tonë, se preqme një ditë tjetër që përsëri do të formojmë klubin. Viteve të 80, me iniciativën e personave e mos me cekë se djetë, kush janë ka unë aktivist kryesor për formimin e klubit, përsëri u angazhum i gjithë fshati, e gjithë rinia, për me bo një klub të futbollit, që rinia atërshme mos me bredhë rrugëve të poshtë për pjetë, po me pas me çka u marë. Mirë po mungesa kushteve, mungesa stadionit, për neve nuk ishte pengese madhe, se gjojshme mënirë, ku me shfrizu kohën, edhe mundësi për me bo një ndeshje të futbollit me ndonjë ekip. Në viteve të 80, 82-83, për herë të parë, ja nisëm me garu në ligën komunale, po aftësitë e tona, pregaditjet e tona, ishin shumë të ma për me garu në atë ligë. Një vit ma vonë, na vetëm kalum një rang më të lartë, shkum në ligën regionale, mirë po kushtët, mundësit, stadioni, kishmi problemet maja, i falimderojmë Moravës Hanit, e cilja na mundsoi gjitha lojët një sezon me i lujt, derisa i arritën qëllimet tona. Në kohën tonë futbolli ka qenë shumë interesant, me gjithë se na kemi qenë në klubin e Tërnocit, ka ekzistu një familje shumë solidare, nuk kanë qenë vetëm futbollet një familje, po konë fshati, komuna, që gjithë jënë konë të kiqën në klub. Mundësit, ndimat, tollat që na kanë ndihmu fshatarët e komuna, ato jënë konë pa përshkrueshme. Shumica futbollistëve kemi qenë studenta në atë kohë, jo shumica, po 70%. Kemi qenë studente, u deshme unë në Prishtinë, ato na kanë mundësu fshatarë për më dhënë, se si kena pas në mundësi gjithë për më marrë me futbol edhe me shku me studiu. Kohën e atërshme për neve kanë qenë shumë të vështira, futbolli u konën si piknisje e shumë sendeve, cilët sot
ndoshta edhe po ndodhen në komunën tonë, për të mirë, folit të kombit, të popullatës e gjithë. Ndeshjet e atëhershme janë konë të vështira, se nuk u lujtën futbolli vetëm si futboll, po ka pasur ngarkesa, se kemi qenë vetëm një ekip shqiptare që kemi garu në këtë rajonin deri e Leskovcit. Vështërsia të mëdha kemi pas si nga ana e referve, si me lojtarë kundërshtar, po me gjithë ato motivacioni, dëshira jonë e madhe, i kemi përballu të gjithëve, s'kemi kursi kur gjë. Ka pas lojtarë që i nuk kanë lëndu shumë, kena pas vështërësira edhe me polici, edhe po me gjithë atë na i kemi vazhduar deri viteve 90, derisa u bon ndrimi i gjeneratave. Unë si aktivist i futbollit kam qenë 5 vite. Mas 5 viteve kam banë ndërprerje, u desh me gjetë një burim një rrugdalje tjetër, po i faleminderoj shoqënisë të cilët kanë vazhdu edhe pas neve, kanë vazhdu edhe sot a ditë klubi po ekziston në çfarë mënyre, kryesoria po ekziston, rinia i kanë kushtet sot më të mira, në krahasim ne ku kemi qenë, rinia sotit i kanë kushtet më të mira, qofse duhet mu marrë me futbol ose sporte tjera, tash po kanë shumë mundësi, po ekziston klubi i basketit, karate, bokse. Por ata që se dim për gjeneratat e reja, ju keni qenë një mbrojtës i pakalueshëm atë. Po, unë vetën, atërës kemi pas televizore, kam mirë me pa vetën, qysh kam lujtë, unë kam lërsu tjerë, të vetën kur se kom pa, qëfar futbolleri kam qenë. Po, na kena qenë klub provincial, po me gjithate, kemi pas oferta, disa që jena konë pak ma spikatër, ma dallumë si lojtarë, s'kena mujtë me vazhdu ma të tje, me shku me një klub të madhë, e para pigje që në vloke prej ka po vjen prej Tërnovësit, koha Tërnovësit o një fshatë. Edhe angazhimi jonë shojke, për Tërnovësit kanë dalë lojtarë shumë të mirë që kanë stërvit në Prishtinë, kanë stërvit në Gilan, kanë stërvit në klubet ndryshme. Mas vite 90, shumica dhe kanë lujtë në për klubet ndryshme, e tash, sot po lujnë edhe më shumë, edhe për reprezentacionin e Shqipërisë, të Kosovës, besoj që Tërnovësi gjithmonë ka me dhonën lojtarë të futbollit të mirë, se sportisti nuk bëhet sportist pa angazhim, po mirë, me sportistët duhet me pas edhe trenerat, me pas kush me punu, me pas trenerat shkollum, trenerat mirë, në kohën tonë s'kemi pas trenerat shkollum, po jemi gjinë që shkemi mujtën, kryesoria, edhe qëllimi i jonë ka qenë me pas klubin, me na funksionu klubi, me garu. A mund në ndani ndë një moment të vështirë me, apo ndë një moment të gëzëshmë gjatë këtyre ndeshjeve, përmendëm gjatë bisedës më hershme se një ndeshje e vështirë ka qenë në Surdolicë kur janë lënduar disa lojtarë të Tërnovësit. Ndeshjet më interesante për publikun, për lojtarë, për neve si futbollist ka qenë kur kemi lujtë me rivalin e komunës, Bojanosin, BSK-n, edhe me Hajdukun e Preshevës. Po kemi pas ndeshje shumë të vështirë, 30, me Radnikën e Surdolicës, kur i kena hup 3 lojtarë për një ndeshje. Rivaliteti me BSK ka qenë, ne si futbollist kemi pas shumë motivacion dhe publiku në motivoj. Si mos folmi tash në s'kena konën e lojtarë të Realit të Barcelonës, që qëndronë rivalitetin mes Realit të Barcelonës, ose ekipe angleze, kështu ka qenë edhe rivaliteti jonë.
Në kohën tuaj gjithmonë e keni mposhtur BSK. Mendimin e referve, unë si futbollist i turnutit me BSK-n e kemi pasën sa më kujtohet 6 ndeshje. Në ndeshje mendimin e referve që e kemi luajtur barat. Tjerët ndeshje gjithmonë na kemi qenë gallënjës ndaj. Kur i përmendet edhe që keni pasur edhe oferta, jo edhe personalisht keni pasur disa oferta, për shembull në Zvezdë. Ofertë kemi pasur atë në Zvezdë Gilanit me Zvezdën atë kohë ka qenë në ligën e ditë ish Jugosllavisë. Kam pas ofertë në Jumkun e Vranjës, edhe Jumka e Vranjës ka qenë në ligën e ditë ish Jugosllavisë. Po mirë, fati ka qenë kështu, s'kemi mujtë me depërtu më larg. Kemi pas njerëz si sot që u angazhu për neve qatë shumë, se atër gjithmonë kemi mendu shka na, në qofë se na largohemi, shka bon klubi. Na kemi mendu që largohemi ditë realitarë, na shuhet klubi. S'kemi mendu na ma largë për veti, po kemi mendu vetëm për klubin. Shka në qofë se na largohemi, klubi jetë kërkon, Tërnovci jetë kërkon, vinë me paja publike. Dhe më thënë, keni sakrifikuar për klubin? Kemi sakrifikuar vetëm për shkak të publikët që e kemi pas. E përmendet edhe në kohën fundi viteve të 80-ta, kur shumica futbollistë u largohen për në perëndim, edhe ju keni qenë, por e keni vazhduar edhe atje, edhe shoqërinë, edhe disa ndeshje turneje keni vazhduar. Edhe në perëndim kam luajt për një ekip, më vërtet, kam servis, kam luajt 3 muaj, po me qenë se s'kisha letra të punës, s'ka mujtën me vazhdu më ato tje, 3 muaj kam qenë si turist, si student, edhe ati kam marru kariera jonë. Keni luajtur në për turneje, me gjithat me shokë? Në për, ajo po, komplet, gati, komplet, ekipi që kemi qenë, Tërnovci Shoknia, jemi konë të gjithë në vicë. Edhe që kemi marrë pjesë në për turnira zvicrane, jo tonët, se zvicrane të organizojshin turnira, por s'kemi pa do një rezultat, ku me di qëfar, kryesore jemi konë pjesë mas, kemi në 3 kantone, kemi pas luajt në për turnira qështu, një 3 vite, derisa jemi konë pak një mosh ma 3, deri viteve 90-ta, mas viteve 90-ta, kemi ndërpre aktivitetin me sport. Edhe mosha tërshmet në ka leju, po dhe në linda më problemet familjarë, u dhe shkemi orientuun. Shoqëria shiheni me ish bashkëlojtar të klubit? Po kontaktet me zveti si kemi humbun, sa në lejon koha, shifemi me di, po shumica janë në botën e jashtme, kontakte majmë, kur vim pushime të akome ka njerë si shok, i përkujtojmë këto rastet e të kalume, kanë qenë me të vërtet shumë të vështira, po për neve është një kujtim shumë i mirë, se kemi qenë, edhe njerë për ta përsërit, na kemi qenë një familje, që na konë një klub, një familje na konë atë klub, kur kush asken se ka pengu, vetëm jemi ndimu me zveti. Kur ishët këtu të mosha dhe kur ishët student, e përmendet gjatë bisedës se keni luajtur edhe basketbol, po këtë në klub keni qenë më shtatlarti. Nuk u konë pikje shtatlartësia, në vërtet unë për rrethin tonë kam qenë shumë i gjallë, po pa të shku në klubin e basketit e bashkimit Prizrenit, me bo një ndeshje kontroluse. Unë të mendu që gjatësia jeme atër ka qenë 1,90 m, di, me të
E pa që për me lujt basket, si qendër e basketit, unë të shke me pas gjatësim për mbi 2 metra, unë si plotësova të kushte, e rinia se kohë, në kena pasur në një fuq sportit basketit, në shkollën fillore, çdo të shtune jemi të boti, çfarë ekip që kemi luajt futboll. Kur ka qenë sezoni që i kemi pas pauzën e futbollit, kemi luajt basket sa me majt kondicionin. Për atë edhe basketit kadar fillu me edhe atë sport me përdor pak, vetëm për shkak kondicionit. Kurse tash a përcjellni sportin, futbollin, a keni kohë? Kur kemi kohë, po jo si më herët, sa na lejon koha, mirë, po edhe mos me përcjellë, tash kanë dalë mjete tjera që e përcjellme nëpërmjet mjete tjera, revistave, mos folmi këto internet e tjera. Sa kemi qenë aktiv në atë kohë, tash 20% s'jemi. Dhe cilë do t'jetë porosia juaj për të rinjt e këtushëm që duhen të mirën me sport, me futboll? Po, porosia jonë është, tash rinia ka shumë mundësi, po foli për komunën tonë, po foli për klubin tonë, se si pike pa i kanë kushtet, kanë stadionin, kanë sallën e mbrëmshme, kanë ballonin e futbollit, do të thonë kanë shumë mundësi me u marrë me sport ai që do. Sporti, do të thonë si çdo punë, shkon me dëshirë, me motivacion, nuk shkon me zorë. Ai që e do sportin, gjithmonë gjen rrugdalje për mu aktivizu dikën. Faleminderit për kohën që gjatët për intervistën. Faleminderit edhe ju që na po na jepni ka një termin kështu si ish futbollist, do me thonë se edhe pse kemi punu edhe na diçka për këtë klub, do me thonë që s'na keni harru krejt, i përshëndes gjithë shqyquz, sidomos mërgjimtar. Kaq. Si që shpreh dhe mysafiri ynë i sotëm Zeqeria Hiseni Xhiki, klubi i Tërnocit për gjeneratën e tij nuk ka qenë vetëm klub, por ka qenë si familje, ku të gjithë kanë ndihmuar njëri tjetrin. Afërsia, kompaktësia dhe humaniteti kanë identifikuar futbollistët dhe klubin e Tërnocit me dekada, dhe këto veçori kanë sjellë suksese dhe vlera njerëzore sportive. Nëpërmjet emisionit tonë në Fokus, ne promovojmë dhe i shprehim mirënjohje Xhikit dhe të gjithë atyre që kanë kontribuar për këto suksese dhe vlera.